si goca dhe mirë se erdhët në një ditë tjetër xhirimesh. Kjo është dita e tretë që po xhiroj për vlogun që do lançohet nesër ose pas nesër. Të shohim si do jemi me editimet dhe sot dua t'ju tregoj shumë gjëra dhe kam pushim dhe prandaj mendova që ta bëj këtë vlog dhe ta mbyll për javën, sepse javën e parë nuk kam pasur kohë që të filmoj dhe apo të xhiroj, nuk kam pasur fare kohë dhe sot më në fund e gjitha kohën që të jem përsëri këtu me ju. Jashtë kemi një kot gri të vrentur, si mund ta themi, dhe po shfrytëzoj rastin që të bëj këtë video për ju, dhe pse ndriçimi nuk është ashtu siç duhet, sepse koha kur është errët jashtë, sado me ndriçim nuk është se ngjall aq mirë, por tani s'kemi çfarë të bëjmë, nuk dua që ta shtyj më dhe të rri dhe një javë tjetër pa filmuar. Sot kemi shumë gjëra për të treguar, kam bërë shumë blerje në Shein, disa bashkëpunime dhe dua t'ju tregoj të gjitha me radhë. Si fillim dua të filloj me blerjet nga Shein. Siç e keni parë në të gjitha videot e mia, në videot e fundit pothuajse kam pasur vetëm bashkëpunime dhe ju kam treguar çfarë kam bler dhe kjo video do të jetë po ashtu, sepse nuk kam pasur kohë, siç e thash, që të xhiroj ndonjë vlog apo një ditë me mua. Udhëtime nuk kemi pasur këtë kohë të fundit sepse kemi qenë në shkollë dhe në punë dhe jemi shumë të ngarkuar, por do ju premtoj që në këtë vlog nuk do keni vetëm blerje apo bashkëpunime, por kam xhiruar dhe Weihnachtsmarkt, tregun e Krishtlindjeve në 2 qytetet e Gjermanisë që unë kam shkuar dhe aty do të shihni dhe pak atmosferë më ndryshe nga që jeni mësuar vetëm me blerje apo vetëm me bashkëpunime. Okej, atëherë le të fillojmë me pakon e parë. Unë kam vendosur këtu që t'i kem për më kollaj. Është këtë pakoja e parë nga Shein dhe këtu është një shese gjigande e madhe dhe është një xhaketë, po e hapim së bashku. Okej, është kështu. Nuk kisha një xhaketë lëkure dhe në ngjyrë të tillë. Është një ngjyrë vishnje ose qershi e errët, si mund ta themi. Është shumë e bukur, më pëlqen sepse përshtatet fiks tani dhe për festat. Duket kështu nga afër, ka këtë detajin te krau me këtë pullën. Vjen pak e lirshme, është masa XS, por këto xhaketat vinë të Sheinit vinë oversize, si mund ta thuash, që mund të përshtaten dhe me për masa të tjera. Duket kështu. Ka 2 xhepa dhe ripin dhe është e gjatë. Unë i pëlqej xhaketat të jenë të gjata deri në fund të këmbëve ose të shkurtra, sepse nuk më pëlqejnë ato që vinë treqerekshe apo poshtë gjurit, nuk e di, nuk më tërheqin fare. Dhe më mirë ose të gjatë deri në fund të këmbëve ose një xhuk të shkurtër. Kjo është blerja e parë. Më pëlqeu, e kam veshur vetëm një herë që ta po ju tregoj se si rri dhe veshur, që të keni një ide. Duket kështu. Rri pak e lirshme, siç e thash, por nëse mundet edhe ta mbyllim. Okej. Ka dhe ripin që mund ta mbyllim komplet nëse do jetë ftohtë, edhe pjesën e jakës mund ta bëni kështu. I vendosni dhe një shall dhe është okej. Kjo ishte blerja e parë. Do ta shihni për kombinime në Instagram, sepse kam menduar ta kombinoj me një palë pantallona mershin, lëkure, me një palë çizme, xhaketën edhe bluzë, nuk e di akoma, besoj një bluzë të bardhë. Dhe atje do ta shikoni se si rri tamam veshur. Vazhdoj me porosin tjetër. Dhe këtu kemi një nga blerjet më të bukura. Po e themi nga këto pakot që kanë ardhur dhe është një kostum klasik.
Po ashtu në ngjyrën vishnje, te këto porositë e fundit mbizotron ngjyra vishnje, sepse përshtatet edhe me kohën e krishtlindjeve tani, me festat. Dhe janë këto pantallonat që janë me shtrat të lartë, duken kështu. Nga mbrapa kanë këtë dy xhepat, jo funksional. Dhe janë shumë të bukura, janë masa X, vijnë të lirshme nga fundi, që mund t'i kombinoni me një palë atlete, me një palë çizme apo me një palë taka, ka shumë mundësi për t'i kombinuar. Dhe vijnë me xhaketën, xhaketa është shumë e bukur. Është kjo këtu, është një prerje e masës X dhe rri shumë bukur në trup, unë do t'a veshje ta shikoni. Tek belit, thekson pjesën e belit dhe tek shpatullat rri e ngritur. Po e vesh që të krijoni një imazh më të mirë. Tani me këtë bluzën që kam veshur normalisht nuk shkon, por thjesht ta keni pak si ide. Është me këto pulla dhe duket kështu. Po e mbyll komplet. Është e gjatë dhe i mbulon pak pantallonat, por kanë dalë shumë në modë. Kështu duket, mua më pëlqen shumë dhe nga mbrapa. Dhe këtë mund ta kombinoni dhe me një palë xhinse, siç kam veshur tani, apo dhe me pantallonat e kostumit për ndonjë event dark, apo e zgjidhni vetë se ku do ta vishni. Është këtu, më pëlqeu shumë, materiali është super, nuk kam fjalë, sepse shehni flitet që nuk ka materiale të mira, por kjo nuk është e vërtetë, sepse nëse ti zgjedh një produkt që e ka edhe pak vlerën më të lartë, por normale dhe kualiteti flet vetë, është kualitet shumë i mirë. Kështu që varet se çfarë zgjidhni dhe dua t'ju sugjeroj diçka përpara se ti porosisni rrobat apo çfarë do lloj gjëje në shenjë, ju lutem lexoni review-t dhe shikoni fotot, sepse aty e kuptoni më mirë çfarë materiali ka, si rri në trup dhe kështu me radhë. Vazhdojmë. Këtu, nuk e di as vetë se çfarë është. Okay. Këtu kemi një set çarçafësh, nga që kam porositur një jorgan të ri, e kemi po ashtu nga shenjë, sepse kam marrë një të parë dhe më ka pëlqyer shumë, nuk është prishur. Dhe kam marrë një palë set çarçafësh, janë në ngjyrën bezh dhe kafe, siç e shikoni, se nuk dua që t'i hap kot. Janë material pambuk i përzier me polyester, nuk e mbaj mend me thënë të drejtën, por është material i mirë, nuk pushitet, lahet dhe thahet shumë shpejt. Dhe nga paku e parë kemi dhe shesën e fundit. Këtu kemi një palë pantallona të shkurtra. Po ashtu në ngjyrë vishnje, siç e thash, kur fiksojmë tek një ngjyrë do t'i marrë të gjitha gjërat në një ngjyrë. Janë këto këtu, po ashtu në materialin mershin, lëkur. Dhe këto dua që t'i kombinoj me një palë çizme për të dalë në dark, sepse ngjajnë shumë bukur. Janë në masën X dhe ngjyra është e njëjtë me të xhaketës edhe me të kostumit, afërsisht vijnë tek e njëjta ngjyrë. Duken kështu. Mund të vendosësh dhe një rip, por nuk është e nevojshme. Kjo ishte pakuja e parë dhe do vazhdoj me pakon tjetër. Tani vazhdoj me pakon tjetër, është një shese më e madhe dhe është kjo këtu. Këtu kam porositur dhe gjëra për krishtlindjet, sepse do vendosim pemën në datë 6 dhe kanë ardhur të gjitha fiks në kohë, sepse kisha frikë mos nuk vinin, por erdhën fiks në kohë. Këto janë disa kartona, shese të vogla për dhurata. Këtu janë rreth 12 apo 15 të tilla. Dhe këto janë shumë të nevojshme, sepse këtu kemi shumë njerëz dhe normalisht do bëjmë dhurata. Dhe janë shumë të bukura, janë me logo të ndryshme për krishtlindje, mbizotron ngjyra e kuqe. Dhe kam marrë 12 të tilla. Ky është një sponge për make-upin. Më shumë e mora për këtë mbrojtësen, sepse nuk dua që
këto sponxhat përhapen dhe të kenë kontakt me pjesën e çantës së make-upit, sepse kam një fytyrë delikate dhe kam vërejtur herët e fundit që sa herë bëj make-up e shkoj që më acarohet fytyra dhe vendosa të marr këtë këtu në formë plastike dhe sponxhi do rri këtu brenda dhe nuk ka kontakt me make-upet e tjera apo nuk ka kontakt me asgjë tjetër përveç se është këtu dhe mund të rri mbrojtur pa pastërtira të tjera. Është kjo këtu, ka marr 4 copë mos gaboj, nuk e di kur t'i gjej tani në fund të qeser, sepse janë shumë të vogla dhe vjen poshtë. Tani çfarë kemi tjetër këtu? Okej. Këtu janë 4 piktura, sepse këtu tek shtëpia kam 3 panorama dhe një atje 4 dhe kam vendosur që t'ju ndryshoj pjesën brenda, pjesën e letrës dhe kam marr letra të tilla me shkrime apo dhe me figura për vitin e ri dhe para është kjo këtu. Dhe dhuratash, kam marrë këtë rollerin sepse siç e thash, jemi në muajin e dhuratave dhe këto asnjëherë nuk duhet të mungojnë, që dhuratat të ngjajnë sa më bukur dhe të sjellin pak atmosferë. Kam marrë këtë këtu. Okej, kemi 2 copë. Këto janë thjesht qirita të bardhë dhe siç e thash, me këto kam menduar që të bëj fjango për pemën, sepse si vjet do ta bëj me fjongo, siç e kam përmendur dhe më përpara, dhe të shohim se si do na dali. Do jetë pak punë, pak si shumë punë, sepse do prerë të gjitha në masë të barabartë, do bërë fjangot dhe kështu me radhë. Por kemi kohë deri atëherë, deri nesër, të shohim të çfarë do bëjnë. Janë këto këtu. Pastaj, këtu kemi një klop për jastëkun. Po e hapim së bashku. Okej. Është këtu, sa i butë që është, i kanë shumë i bukur. Është këtu. Kam marrë 2 të tillë, domethënë njëri është në format tjetër. Do ta gjejmë diku tek pakoja dhe duket kështu. Është shumë i butë dhe ngjyrë shumë e bukur me këto shkopat. Okej, më tej tani po fillojnë këto detajet fiks të pemës. Kjo këtu kam marrë për ta vendosur tek pasqyra që shihni aty mbrapa. Kam parë një video që ja vendosë rreth e rrotull dhe mund t'i vendosër disa fjango të kuqe apo drita, të shohim se si do ta realizojmë. Është 2 metra e ca, mos gaboj, që mos të hapim tani. Është kjo këtu. Dhe gjëja e fundit është kjo këtu dhe është, siç u thash, i organi që kam marrë. Është material shumë i mirë, se të shikoni pak sa i vogël që mblitet dhe është shumë i ngrohtë, sepse kam marrë të parin, por nga që e kisha marrë pak të shkurtër, kësaj radhe kam vendosur të marrë 2,60 me 3 metra, që të jetë komplet të mbuloj komplet krevatin dhe është këtu. Do ta shihni të hapur tek një vlog tjetër kur të sistemoj dhe të rregulloj shtëpinë. Dhe është shumë mirë, ua sugjeroj, është vërtet shumë mirë, nuk ka asnjë lloj ndryshimi me ata që mund t'i bleni tek IKEA, apo Momax, apo XX Lutz, apo diku tjetër. Janë shumë të ngrohtë dhe material shumë i mirë. Besoj se shesja e parë, pas ka dhe diçka të fundit. Okej. Kjo kështu është po ashtu një shiri tjetër për të bërë fjango, është në ngjyrën vishnje. Dhe kjo këtu nuk e di se çfarë është, nga shumë e mbledhur. Mendoj se duhet të jetë një batanie që e kam marrë për ta vendosur këtu tek divani. Me këto, siç e thash, që të përshtatet me atmosferën festive dhe me detajet e të kuqe, me fjongo, por do mundoj ta hap më vonë sepse nuk e di, shikojni pak se si, që mos të zër vend, e kam vendosur në një qese vakumi.
Okej, këtu është bërë një kaos e vërtet, ju nuk shihni gjë sepse kamera është vendosur lart, por çfarë kam treguar i kam hedhur gjitha këtu te divani. Tani do tregojmë dhe pakon e fundit, nga Shein, kemi dy të tjera. Janë këto këtu. Okej, po e nis me këtë këtu dhe janë çizmet virale që kisha shumë kohë, muaj që po i kërkoja. Dhe i kisha vendosur tek ai koshi, po nuk e di pse nuk kisha bërë për t'i blerë dhe për t'i porositur. Dhe më në fund më erdhën. Shikojeni pak sa të bukura që janë. Janë këto çizmet cowboys, si mund ta quajmë virale. Janë me këtë takën që vijnë pak të larta dhe vijnë kështu me zinxhir, me këtë detajin e bukur këtu. Nuk kanë asnjë ndryshim nga originalet, që mund të jenë diku tek 500 apo 800 euro. Materiali si që shifni vetë, lëkur, dhe janë, nuk e di, i adhuroj. Mezi po pres që ti kombinoj këto çizmet me fund, fustan, apo streçe, xhinse, mund t'i kombinosh me çfarë të duash, por janë një yll i vërtet. Shikojeni pak, nuk e di nëse janë në preferencat tuaja, por unë u dashurova sa po i pash, sepse më pëlqyen shumë. Dhe tjetra po ashtu njësoj, që mos të hapim, dhe kjo ishte blerja tjetër. Vazhdoj me pakon e fundit. Këtu kemi po ashtu, okej, një klëfër jastëkon në një mënyrë, në një koleksion tjetër, domethënë jo si ajo e para. Dhe është këtu dhe ky është shumë i bukur. Më pëlqen shumë me këto fjankot, sepse janë vërtet të punuara me dorë, sepse duket që janë fije të dalla, vërtet shumë i bukur. Është këtu. Të shohim kur t'i vendosim si do ngjajnë. Okej, është kjo tjetra. Kemi një palë pantallona me rshi në ngjyrë kafe. Këto ngjajnë pak kështu si të pa e porosura, sepse nga që kanë qenë të mbledhura në pako, por do mundohem që t'i lë të varura, që t'ju ikë kjo pjesa e rrudhës, sepse për t'he kurosur nuk e kurosen. Dhe janë këto këtu, janë të gjata. Vim pak të lirshme nga fundi, me këtë detajet këtu tek belit, me pullën e zezë, si dhe mund të vendosim një rip, me një palë çizme apo taka, do gjajnë shumë bukur. Dhe nuk kisha një palë të tilla. Kam pasur një palë të zeza, por i kam kërkuar një ditë, nuk i kam gjetur, ndoshta i kam shitur në Vinted, apo ndoshta e kam dhuruar dikujt, por nuk po i gjeja. Dhe thash, ok, më duhet një palë të tilla dhe i kam marrë në ngjyrën kafe të errët. Okej, këtu kemi, kjo është ime preferuar. Këtu kemi pijama dhe janë, shikojeni pak, janë me këto fjongot e bukura. Këto i kam vendosur t'i vesh në momentin që do dekoroj shtëpinë dhe do bëj videon e pemës. Dhe janë këto këtu, nuk po i hap sepse do t'i shikoni të veshura në Reels apo dhe këtu në vlog tjetër në YouTube. Vazhdojmë. Okej, këta janë po ashtu një palë çarçaf që i kam marrë për krevatin dhe këto për krishtlindje, sepse si vje duaj që e gjithë shtëpia të marrë atë atmosferën e bukur me këto ngjyra të kuqe dhe do t'i shihni edhe këta të vendosur se si rrin. Okej, vazhdojmë me ngjyrat e fundit. Okej, këto i kam hapur normalisht se nuk më rrihet pa i hapur. Kam vendosur të marrë këto çorapet e trasha. Shikojini pak sa të bukura me këto detajet, me këtë babagjyshin e borës. Këto të zezat me një lepur. Dhe këto me pika ishin shumë të bukura, të preferuarat e mia me këtë arushin, si dhe këto kafet. Unë normalisht përdor gjithmonë çorape të shkurtra, po kam filluar këto 2 muajt e fundit, po më pëlqejnë shumë këto çorape dhe kam vendosur t'i marrë dhe i vesh në për shtëpi. Apo dhe me këto agsat që kam blerë, sepse ta mbajnë këmbën ngrohtë dhe ngjajnë shumë bukur në këmbë. Janë 4 palë. Dhe kemi disa gjigla mingla. Kam marrë 3 palthonjë të tjerë. T'i vendos për festat, sepse unë kam vetëm 2 javë pushime, po nuk kam ndërmend t'i bëj, sepse për 2 javë nuk ja vlen, se pastaj do filloj prap shkollën, punën dhe nuk më lejohen, prandaj kam marrë për të ngjitur këta këtu, i kam marrë të 3 në të njëjtën madhësi dhe në të njëjtën ngjyrë. Okej, kemi 2
sponxha të tjerë. Këta nuk mungojnë asnjëherë, sepse sa më shumë ti ndërroni aq më mirë është për fytyrën, që të keni një fytyrë sa më të pastër dhe mos të krijojnë akne. Dhe kam marrë këtë varsën dhe këtë bërzëlykun, kam vendosur që t'i kombinoj me një set që do më vi nga një bashkëpunim, që është në varsë tjetër. Këto ngjajnë shumë bukur, apo dhe me kostumin që kam marrë. Është pak i hapur dhe kur vendos të varsën apo dhe këtë bërzëlykun, duhet të jetë një tjetër, po, është dhe ky këtu. Ngjajnë shumë bukur. Okej, kam harruar diçka tjetër? Jo. Do t'ju tregoj pak se çfarë po ndodh këtu para meje. Kam hapur të gjitha pakut, ju tregova të gjitha me detaje, por siç e thash, ato që janë të mbyllura do t'i shikoni në një vlog tjetër të vendosur në shtëpi apo që i kam veshur unë. Dhe një gjë tjetër doja t'ju tregoja. Dhe është advents kalenda për këtë vit, opala sepse e hapëm. Është këtu dhe si vjet mendova që të merrja një advents kalenda me bijuteri, sepse me make-up kam pafund dhe nuk doja që të shpenzoja kot. Dhe i kam hapur, sot është dita 5 dhe kemi një unaz, është kjo këtu, me këtë lulen shumë e bukur. Si dhe ditët e tjera do t'i hapim në vazhdim, por do bëj dhe një video në fund pastaj se çfarë kishte nga data 1 deri në datën 24. Është kjo këtu dhe më ka pëlqyer shumë këtë vit sepse ishte një ide ndryshe. Kam vendosur të vesh këtë fustan xhaket që mund ta thuash, është e trazh, po do të tregoj dhe më vonë se si rri në trup. Dhe poshtë kësaj kam vendosur që të vesh këtë fustan, këmish fustan si mund ta quash, të bardhë, sepse ajo është pak e hapur dhe që të rri te gryka e mbyllur, sepse është ftohtë dhe pjesa e mëngve, por do t'ju tregoj pak më vonë se si rri. Kam vendosur të vesh me këto getat e kuqe, me këtë beretën si dhe dorashkat, sepse pa dorashka është shumë ftohtë. Nga këmbët besoj do veshim këto gjysmë çizmet, janë shumë të bukura, si dhe shallin e zi. Ky është outfiti total, nuk mora ato çizmet me tak, por mora këto kambalet, sepse nga që do ecim shumë dhe thash që të jem pak më rehat, plus këto shkojnë më shumë sepse janë ngjyrë zezë. Dhe ato kishin një ngjyrë si kafe dhe nuk më pëlqejnë shumë, kështu duket. Tani ka ngelur të vendos edhe beretën. Të shohim se si mund t'ja gjejmë Terezin. Besoj se kështu. Diçka e tillë, sepse duhet vi kështu më janë. Nuk e di se kam pëlqyer ashtu, po
Sot kemi vendosur të vizitojmë Frankfurtin dhe Weihnachtsmarkt, i quajtur ndryshe tregu i Krishtlindjeve, ku atmosfera ishte vërtet magjike, siç e shikoni, çdo gjë është ndërtuar me shumë detaje dhe kishte aq shumë njerëz sa mezi gjeje vend të kaloje, sepse ishte edhe ditë e diel dhe normalisht të gjithë dalin të shijojnë këto pamje kaq të bukura. Ishte shumë këndshëm, kaluam bukur dhe me siguri që do ta vizitoj përsëri sepse më pëlqeu shumë dhe po ju lë pamje që ta shijoni dhe ju këtë atmosferë dhe pse jo mos ta vizitoni dhe ju. Bye!